dashur, ka nisur kështu me buzëqeshje, sikurse e patë edhe ju në plan mëngjesi ynë, uroj i tillë të jetë edhe juaj, sepse një ditë e mbar niset me buzëqeshje. Me pink. Po, pse jo, dhe me pink. Përshëndetje të gjithëve, jemi sot është e premte, natyrisht nesër në weekendin e Stelës, dhe të dielën me Etelinën, vazhdojmë me ditë e re. Mbyllim javën, është dita ndërkombëtare e pa makina sot, megjithatë makinat do të qarkullojnë, por që në një mënyrë ose tjetër do të flasim pak dhe do të ndalemi këtu, do të kemi edhe një lidhje direkte për të mësuar më shumë rreth startit fundjavës të eventeve artistike, pak më vonë me gazetaren tonë Denisa Ruzi. Me njerë, ja tani. Pas paraqitjes së disa prej brandeve ndërkombëtar të revistave magazin, është... Mirëserdhe. Kemi dy të ftuar special, sot është dita ndërkombëtare pa makina. Është shumë e rëndë me makina, kemi çdo ditë. Pavarësisht se kemi ardhur me makina. Mirëmëngjes, besoj se ju me makinë keni ardhur, por jam me... Unë jam flamërtare të esurit në këmbë. Po, patjetër pse jo. Suela Thanasi tek lëvizja e diela pedonale, që nga lëvizje interesante, do ta shpjegoj Suela dhe Vitmar Basha, drejtori ekzekutiv i organizatës Muzika e të Rinjve. Suela, mirëmëngjes. Kjo e diela pedonale pse është bërë organizat apo lëvizje? Kjo në fakt nuk është tamam organizat nga ato organizatat klasike që jemi mësuar të dëgjojmë, nuk është OJQ, OJF apo as politike, as jo politike, është thjesht një lloj lëvizje që ka lindur rreth një vit përpara, e frymzuar nga ardhja e Papës në Tiranë. Solli shumë gjëra të mira Papa, ndërkohë edhe këtë. Kuptuam disa nevoja. Kuptuam nevoja. Ishte ai momenti rreth 2 ditë apo një ditë e gjysmë që u bllokua bulevardi. Edhe pam që ishte një hapësirë për njerëzit, të cilët mund të shijonin qytetin e tyre bukur dhe me ajër të pastër, bashkë me fëmijët e tyre, dhe po gëzojmë, ishte një atmosferë ndryshme nga ditët e tjera. Edhe pa stres duhet, sepse prezenca kaq e madhe e lëvizjeve që ndodhin të paktën në kryeqytet, na krijoi një lloj kaosi dhe një lloj ndjesie, le të themi, stresi, apo jo? Besoj është një lloj përjetimi. Prandaj dhe Vitmari tha unë përdor motor, apo jo? Kur Gerti të tha ka ardhur me makinë. Jo, makinën e kemi erdhur me motor se vije çik më shpejt si. Po me biçikletë, sot po do të zgjohesh. Edhe Stela. Shfrytëzojmë mëngjesin. Megjithatë Vitmar, po Stela. Ja, shkurtimisht, sa di që kemi pak minuta, thjesht për të thënë që nisëm këtë lëvizjen si një fushat sensibilizuese për përdorimin e aktivitetet natyrshme të njeriut, siç janë ecura në këmbë dhe biçikleta. Dhe fillimisht pati goxha mbështetje dhe vazhdo të ketë, dhe mbas rreth një muaj e gjysmë, pasi më thënë vazhduan mbështetjet e njerëzve dhe disa dalin nëpër media, gjetëm edhe mbështetjen nga ana e qeverisë, të cilët e dëgjuan, e morën njoftimin dhe vendosën të bëjnë këtë mbylljen, bllokimin e bulevardit që ndodh çdo ditë sot në ora 7 deri në 12 natës, aty tek fundi sheshi Nën Tereza te Presidenca. Pra nisin ato moment, vjet. Ishte një propozim juaj. Ishte propozimi jon. Dhe u konsiderua i cili për herë të parë u dëgjua nga qeveritarët, do habitëm edhe ne, se nuk ka ndodhur shpesh, domethënë, po. Sinqeriteti është për të vlerësuar. Po në fakt është edhe një rikthim i traditës, se ne vite më parë mbajmë mend që e njëjta gjë ka pas ndodhur në sheshin Nën Tereza, u harrua për disa kohë, dhe me sa duket ju keni ngacmuar sërish. Dhe në fillim, në fakt, nuk kishim të sigurt nëse ishte ky vendim i duhur, se ne donim që të ishte vetëm një ditë në javë, pa i prishur punë të tjerëve, jo çdo ditë. Megjithatë, pam që kjo çdo ditë filloi të frekuentoj shumica nga të rinjt dhe nga adoleshentë që thonin, po çfarë do bëjmë sot, do shkojmë te bulevardi, po pse shkojmë te bulevardi? Që s'ka kafene, që s'ka, po jo, pse ishte ideja që njerëzit duan vetëm kafene, në fakt, nuk që nga kështu, duan edhe patina, duan edhe biçikleta, duan edhe trim me njëri tjetrin. Ose duhet të lëshosh fëmijët pa një merak që po kalon. Pikërisht, dhe kështu po ndodh. Vetëm po erdhin një biciklist i rekordeve nëse keni kaluar gjatë pranverës aty, me siguri e keni parë që është plot në darkë. Megjithatë, Vitmar, sot është dita ndërkombëtare dhe ju do ta gërshëtoni këtë hapësirë që do ju lejohet, natyrisht do vim prapë dhe Suela edhe me tinguj në një farë mënyrë. Ideja është që kjo javë ndërgjegjësimi lëviz gjelbërt ose dita pa makina do të jetë një javë, e cila do kulminojë me datë 22 që do bllokohet komplet gjithë sheshi dhe janë angazhuar shumë. Si do i biem nga Unaza? Jo, gjithë Tirana. Nga gjithë 6 rrugë të Tiranës,
do blokohen, unazaj vogël. Nuk lëvizin makina. Jo, do ecet vetëm këngë dhe do jetë mbushur me aktivitete. Për datën 22, bëhet fjalë për datën 22 do jetë ajo kulminantja. Tashi, ne okej që mund të kemi bloku, si thonë, pjesën e bulevardit, që është bërë pedonale dhe shëmush me fëmijë, me bicikletista, skater, border, rista, që me gjithë shka që nuk i shinim, duhet në se s'kishta hapsira. Por këto hapsira duhen mbushur me aktivitete, dhe këto aktivitetes mund tjetë një kjo ideja që unë kam si mision dhe vizion të organizatës, si të bëj koncerte për të promovu shtresat vulnerabël dhe grupet e reja emergjente, apo që nuk kanë pasur atë shkëlqimin e duhur në për televizion apo festivale njëra tjetra, dhe vendosa që ky është, si thonë, koncerti i tretë që ne bëjmë, dhe shqyqyrë ne po e bëjmë aty ka ajo zonë pedonale që do t'japi mundësi që njerëzit t'knaqen, do jenë gati 6 grupe, dhe para do t'jenë fëmijët e shkollës Palëngjilli, ku organizata ime punon me ata, sepse është ideja që ta kthejmë edhe shkollë si qendër komunitare, dhe ato do vinë të performojnë vetë, do i binë kitarë, se kanë nis kitarën në qershor, tani do i binë nokin e nevës dorë. Do vijen në pozita përgjegjësia. Po ta vazhdojmë bisedën, kemi kohën e mjaftueshme, po bëjmë një shkëputje publicitare, pas pak. Mirë, kthehemi në studio, flasim pak për ditën ndërkombëtare pa makina, natyrisht që kam një frikë trendi, gjithë do të përdorin makinat. Do t'i bjesh nga unaza e madhe, se po e serojmë, do t'i bjesh Si kështu janë si limitet e Magellani. kohës, Soela nga Lvizja Pedonale, është një organizat ku nuk është ojo që ojo fë, ojo lë, ojo së, ku dion që janë këto, po mund të aderoni. Lëvizje sociale, apo jo me qëllime... Thjesht lëvizje. To lëvizjet kanë bërë... Lëvizjet kanë dalë mirë. Kanë krijuar lëvizje. E qartë. Prandaj, atëre në ditën e martë, në datë 22, dhe me thënë, si shtash që na u bashkuan vjetë politikanët dhe këtë vit na u bashkua kryetari i bashkisë, i cili koincidojt ishte në të njëjtën mendje me ne, për të promovuar dhe ai këto lëvizjet e natyrshme, ecje në këmbë, ecje me bicikleta, me skating dhe të gjitha llojet e tjera, dhe për të patur më pak makina. Në fakt është deri diku e kuptueshme kjo dashuria e njerëzve tanë për makinat, dhe është tipike për të gjitha vendet postkomuniste, vendet që kanë ardhur nga një varfëri të skajshme dhe janë futur direkt në ekonominë e tregut, por nuk është fare tipike për vendet me demokraci të konsoliduar sot. Dhe po nuk e di nëse keni parë lajme her pas here, kemi princeshën e Danimarkës për shembull që shkon me bicikletë dhe çon fëmijët në kopësht. Ose shpesh herë del kryeministri i Hollandës, shkon me bicikletë në punë. Pra janë të gjitha shembuj nga vendet të BE-s ku ne aspirojmë të bashkohemi, domethënë, dhe pse mos marrim nëse duhet kopjojmë, se mos kopjojmë ca gjëra të mira, domethënë, që janë të tilla lëvizje. Dhe nuk janë lëvizje për të dukur që jemi po përdorim bicikletën, po janë thjesht ashtu ndihen më mirë, më mirë në kontakt me veten, me natyrën, kanë fëmijët e tyre marrin ajër më të pastër, dhe janë të gjitha këto që edhe ne si shqiptar na duhen. Do të thonë, nuk ka prind që të dojë që fëmia e tij të thithi një ajër të ndotur. Pra thjesht duke patur parasysh këtë, besoj se njerëzit do mendojnë 2 herë para se të marrin makinën, të paktën ditën e martë në datën 22. Sepse është një ditë e cila është një ditë që promovon ajrin e pastër, promovon natyrën, promovon gjelbrimin, promovon të gjitha këto aktivitetet që ne na bëjnë të ndihemi mirë me veten dhe me njerëzit përveç. Në të gjithë botën, do të theksoja, jo vetëm në Shqipëri? Jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në BE, por në të gjithë botën. Në Amerikën e Jugut, në Bogota, që është një kryeqytet me më shumë se 6 milion banor, ata bllokojnë të gjithë qytetin me 6 milion banor. Tirana ka rreth 1 milion apo më pak. Që mund t'ja dalim, domethënë kur kemi shembuj të tillë. Megjithatë është zgjedhur që ne tham data 22 është dita ku do të përfundojnë, le të themi, të gjitha aktivitetet që në një farë mënyrë kanë nisur apo jo. Vetëm mos harrojmë për sot. Jo, pikërisht do ja dilja vetmar. Thash 22-shi, por edhe sot do të kemi se çfarë të shijojmë apo jo. Do të kemi, ju keni zgjedhur artin si një formë e mirë për t'i mbledhur dhe socializuar gjithë. Artin edhe muzikën e cila nuk është, si thonë, që mund quhet mainstream, apo mund të jetë, si thonë, shumë komerciale apo shumë e kërkuar. Te ky koncert do të jenë disa fëmijë të cilët kanë mësuar një instrument nëpërmjet, si thonë, organizatës tonë jo qeveritare, që nuk po e them emrin. Dhe këto fëmijë do performojnë live këngët që i kemi mësuar, edhe
ato instrumentat që ato kanë përvetësuar sa mund përvetësojnë për 3-4 muaj. Pastaj janë gjithë grupet që kanë ardhur në mënyrë vullnetare, siç mund të jenë Crossbones, janë një grup rock shqiptar qysh në vitet 90, cilët janë rikthyer dhe kanë për të nxjerrë edhe një album tani kohët e fundit, mas gati 15 vitesh, si mund të quhet vakum, se nuk është se nuk kanë nxjerrë album tjetër. Ishte një grup nga Shkodra, Indigo, si quhet, po që nuk do të vi, sepse kishin disa probleme, shpresojmë që i kanë zgjidhur ato probleme. Do jenë Peter Pan 3 Quartet, që janë çuna që bëjnë muzikë folk, indie, rock, dhe do jenë Travel Plan, do jetë grupi im, se kam dhe një grup, unë edhe këndoj, pak. Dhe do t'jetë dhe grupi cili quhet Social Sons, të cilët janë një grup punk, kështu që aty rock, indie e etno, do jetë dhe një grup rom, të cilët janë të super talentuar. Po e shia, në fakt, edhe... Romano Band, të cilët do luajnë muzikë rome, po jo tallava, është muzika rome tradicionale e tyre, e luajtur në nivel jazzi. Domethënë, është shumë e stilizuar, domethënë. Pra do të shijojnë të gjitha nga pak, apo jo? Gjitha nga pak, do jetë nga 30 minuta. 30 minuta çdo grup që të performoj, deri në 11:30, pastaj do ta mbyllim. Do të nisë çfarë ore? Në ora 7 të mbasdites. Në orën 19. Me fëmijët, po. Në 7:30 marrojmë fëmijët dhe fillojnë grupet e mëdha. 7, po kufizimet e orarit që nuk do lëvizet pa makina, të paktën sot? Po, sot 7:12. Masdite. Siç është gjithmonë. Gjatë ditë paraditës është e lirë. Po. 7:12 pasdite. Nuk ka kufizime sot. Nuk ka kufizime ekstreme. Për të lëvizur në disa akse kryesore, të kuptohemi. Apo thjesht vetëm ajo pjesa nga vetëm ajo pjesa ku do të zhvillohen aktivitetet, po në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Megjithatë, Suela në një farë mënyrë ndoshta nuk mjaftojnë vetëm evente të tilla. Duhet edhe ndërgjegjësimi që të vijë edhe pas këtyre eventeve. Natyrisht ju mund ta keni në agjendën e lëvizjes tuaj, domethënë si e diela pedonale, emër simpatik, por fakti është që dënduria e makinave që vjen edhe për rrethana të impenjimeve të njerëzve çon tek ndotja e një Tiranë të ngarkuar me ndotje edhe pa frymarrje. Po, është e vërtet, dhe lëvizja natyrisht nuk do mbetet me kaq, vazhdon, dhe ne do vazhdojmë të luftojmë fort me argumenta për të komunikuar tek qytetarët nevojën e përdorimit të këmbëve dhe të biçikletës, për ta konsideruar makinën si thjesht një nevojë, po jo si një luks. Makina në shekullin e 21 nuk është më luks. Pse ju mendoni që një pjesë e mirë dalin për luks? Po. E sigurt për këtë nuk dalin edhe për rrethana? Shumë e sigurt. Është një pjesë e mirë dalin për luks, duke pasur parasysh që janë distanca shumë të vogla, themi me këmbë rreth 15 apo 20 minuta dhe përdoret makina. Po kjo është... Pra kemi arruar të hesim në një farë mënyrë edhe në rastet kur jemi në distanca të vogla. Jo vetëm aq, po të gjitha këto pastaj reflektohen në mënyrën e jetesës, që fillon bëhesh i plogësht, fillon shëndoshesh edhe ke streset e tjera se nuk dukesh bukur. Domethënë gjithë jeta sedentare që bëjmë, rrim ulur në përzyra, ndërkohë rrim ulur dhe në makinë. Janë të gjitha këto që çojnë në uljen e cilësisë jetës, dhe ajo që luftojmë ne është për rritjen e cilësisë jetës. Dhe rritja lidhet me përdorimin më të pak të makinës, pra vetëm në momentet kur është e domosdoshme. Ke distanca shumë të ndaja që nuk mund t'i bësh me mjet tjetër, apo distanca lëvizjet nga një qytet në tjetër, që është e kuptueshme do përdoret makina, por brenda qytetit të Tiranës, brenda unazës vogël, distanca themi 1 kilometra është e pafalshme që të përdoret makina. Pasi makina nuk është më trendi. Trendi janë biçikleta, trendi janë skateboardet. Mjafton të shikojmë rinin sot në për vendet e Natyrisht kur nuk bie shi, edhe kur bie shi. Edhe kur bie shi, ka kështu mëshama. Ka mëshama. Ka gjithmonë alternative. Nuk gjendet argumente. Kur bie shi, është akoma më stresuese se janë të gjithë me makina dhe harxhon kohë në trafik. Nuk shkon më shpejt. Edhe kjo, me të vërtet, është në gjenezën e lëvizjes, ku një target group janë kryesisht të rinj. Target group janë të rinjt, relativisht të rinjt, po në fakt janë të gjithë, janë dhe të gjitha shtresat e shoqërisë, të pasurit dhe të varfrit, pasi kemi të gjithë mushkri në trupin tonë që duam të kemi me ajër të pastër, jo të ndotur.
vetë ne dhe shumica prej nesh që kanë edhe fëmijë, mendojnë dhe për fëmijët e tyre, me thënë se nuk janë vetëm ata, por duhet menduar për fëmijët. Me çfarë stili jetese i mësojmë edhe çfarë ajri marrin. I ofrojmë ne, në një farë mënyrë nga stili jetës që bëjmë. Megjithatë, le të themi ndërgjegjësimi është nga pikat e forta dhe pse ju do të ofroni, le të themi, forma konkrete, pra, sikurse është kulmi i datës 22, ju është dashur një punë besoj kolosale edhe për të organizuar në tërësi, le të themi, të gjithë të ditë, një lloj bashkëpunimi. Në fakt, gjithë kjo punë është, për të qenë të sinqert, barën më të madhe e ka patur Bashkia dhe Ekovolis. Ka patur dhe disa organizata tjera, siç jemi ne, dhe disa të tjera, ide dhe njerëz. Pra një bashkëpunim organizatash, apo jo? Ka qenë një bashkëpunim organizatash. Por natyrisht kjo që po funksionon, kështu siç ka nisur në mënyrë suksesshme, dhe do vazhdoj kështu, kemi mbështetjen e bashkisë, dhe kjo është gjë e mirë. Unë duhet të shtoj një gjë, që më duket sikur tani ka nisur një tren, edhe është një tren që ecën shumë shpejt, dhe gjithë organizatat që morën pjesë në këtë javë, e cila do të jetë pa makina, po nuk hypën ke ky treni dhe të ecin shpejt, dhe nuk e di, nuk ka orar, nuk ka përgjon limite, puna, nuk ishte për të bërë kjo, sepse ne jemi mbledh para 4 ditësh, dhe unë deri djen darkë kam qenë, sepse kjo është komplet për beneficenca, nuk është se ekziston një projekt, ose është komplet në mënyrë vullnetare. Pra hajde mblidhemi, bëjmë një gjë të mirë dhe realizojmë. Të gjithë grupet kanë ardhur në mënyrë vullnetare, skenën, audion, çdo gjë që kemi aty është lulet, ndriçimi, se Edira Pedonale na kanë ndihmuar me këto aspektet e stolisjeve, se ne na burrën do bëjmë skenën, të shohin lulet, gjëra. Dhe çdo gjë është bërë gratis, si janë. Ka pasur një lloj dashamirësie të menjëhershme për të qenë bashkëpunëtor, apo ju është dashur? Dashamirësi nga gjithë ta që janë ofruar. Në fakt që këtu e kam. Do kam kërkuar mbështetje nga shumë biznese, jo nuk i them, nga shumë biznese, nga shumë organizata të tjera, njëra tjetra, dhe jo. Janë indiferentë? Nuk janë indiferentë, ndoshta nuk kanë besim dhe nuk investojnë tek ty, dhe nuk mundohen që ta shohin këtë gjë si të mundshme, thonë si do e bësh për 2-3 ditë, po duhet kohë që të promovojmë, që të bëjmë këtë gjë. Sepse ne do na interesonte që ato grupe për shembull që do vinin, që po vinë pas një lloj leku, në mënyrë vullnetare totalisht, të kishin të paktën një lek, kështu që nëse do ishte një sponsor i brenda këtij eventi, mund të paguanim edhe këto grupe që ndoshta do ishte shumë mirë, sepse grupet që luajnë live lodhen. Sepse punen me zë e me fizikë. Natyrisht, edhe një bonus për ta. Do ishte super. Megjithatë, kjo është një vitrinë e parë për të evidentuar se çfarë realisht bëhet, sepse në një farë mënyrë ju do ta shndroni ose e keni shndruar në një lloj tradite, kështu që për herën e dytë ndoshta do të jetë sinergji, do në gjithë grupet. Do të jetë më e thjeshtë. Po, nuk diskutohet. Kjo është hera e parë që më duket bëhet Shqipëri një javore. Me kaq shumë aktivitete, do në kemi çdo ditë nga një ditë vere. Ma do shumë e rëndësishme edhe në aspektin tuaj për këtë që sapo folët, që në paktën në herën e dytë do keni diçka që do t'i ofroni edhe subjekteve tregtare, do ke qenë ja çfarë do bëhet, sepse ja kështu është bërë dhe kështu do bëhet apo kështu do përmirësohet. Po ka një lloj rekordi. Çdo gjë është bërë me gjëra të riciklueshme, edhe skena është bërë me paleta nga ato paletat e drurit. Janë marrë baneret, janë kthy mbrapsht që të shtrohet sipër. Mirë, okej, nuk ka rëndësi që do të ka rëndësi dhe kjo, se dhe riciklimi është pjesë e javës ku jemi. Kur flasim për mjedisin, për ajrin, flasim për situatën pa makina, flasim edhe për riciklimin dhe për çdo ide të gjelbër. Dhe kjo është ajo që promovohet këtë javë. Pra të gjitha këto ide të gjelbra, paletat, riciklimet, lulet. Do më thonë tani mora vesh, duhet të kalojsh nëpërmjet këtij procesi ose dhe krijon eksperiencën, që gomat e makinat shiten, ato të vjetrat shiten, nuk kur shkon ti më thon shif se më duhet me bërë diçka të riciklueshme, 10.000 lekë të jesh goma. Ose kur shkon me marr paletat janë me lekë. Natyrisht çdo gjë që është e konsumuar dhe shpërdorur pak më parë. Natyrisht çdo gjë është me kosto, por rëndësi. Nëse në Amerikë falet. Në Amerikë falet. Se ka nisur trendi. Po, do të shërbej ky event i parë. Mirë, Suela, faleminderit. Faleminderit dhe suksese. 20 vinin ora 7 deri në orën 11 sot te bulevardi Dëshmorët e Kombit. Ndërkohë 22 kemi aktivitete duke filluar nga ora 7 e mëngjesit. Do bëjmë një seancë joge tek sheshi Skënderbej. Jog? Po, yoga.
Do marrim pjesë në yoga, do shkojmë nga. Jeni të ftuar të gjithë. Po ne jemi të rastisht. Edhe fillestarët, mjafton të keni një ose tapet yoga nëse s'keni një kështu nga këto peshqir plazhi për ta vendosur aty dhe do të bëjmë një orë seancë yoge në sheshin pa makina. Uruar që i pastër. Në sheshin pa makina, një seancë yoge të martën e datës 22. Interesante për ta parë se çfarë do të ndodhi një ditë me shumë evente, por që sot edhe mbas dite një ditë pa makina për televizor. Faleminderit. Mirë, kthehemi në studio. Flasim pak edhe ka një rubrikat përhershme edhe në titull në gjuhën tonë të bukur shqip. Dhe më të veçantën thuan ndonjëherë. Dhe më të veçantën kemi studiuesin e gjuhës shqipe, zotin Agron Dalipaj, faleminderit për prezencën në studio. Unë e citova pak gjuha më e veçantë, konsiderohet shqipja një nga gjuhët më të vështira, në fakt, po a është vërtet një gjuhë veçantë? Apo na duket ne se jemi shqiptarë? E vërteta është se gjuha shqipe i ka bërë me dhimbje koke shumë gjuhëtar, albanolog në mbar botën. Është një diskutim shumë i madh rreth gjuhës shqipe, por në fakt kemi dy rryma që merren me gjuhën shqipe, është gjuhësia zyrtare, ka dhe, si të themi, një opinion tjetër, studiusish, të cilët mendojnë se gjuha shqipe është në qendër të gjitha gjuhëve indo-europiane. Ta thuash këtë me kompetencë është pak e vështirë sepse kërkon një mbështetje të fortë shkencore. Por gjithsesi, shqipja, në të vërtetë, është rrënja e gjuhëve për të gjitha gjuhët indo-europiane. Dhe kjo mund të vërtetohet saktësisht në mënyrën më shkencore dhe matematike, sepse shqipja arrin përsosmërisht të shpjegoj fjalët e gjuhëve të tjera si dhe të gjuhës së vet. Dhe kjo realizohet thjeshtësisht, sepse e madhërishtmja qëndron tek e thjeshta, nëpërmjet simboleve të gjuhës shqipe që janë krejt të veçanta. Dhe shqipja ka një tabel me simbole gjuhësore, rreth 366, të cilat, kur bashkohen, krijojnë fjalët e gjuhës shqipe dhe krijojnë dhe fjalët e gjuhëve të tjera indo-europiane. Kështu shqipja mund të shpjegoj mrekullisht greqishten, latinishten, gjermanishten, rusishten. I ka të gjitha gjuhët e tjera nga paka. Pra është një gjuhë gjithë përfshirëse. Por, shqipja nuk studiohet në këtë aspekt, sepse studiusit nuk e kanë filluar studimin e gjuhës nga rrënja e saj. Ne kemi dy dialekte, dialektin tosk dhe dialektin geg. Dhe dialektin geg e quajmë rëndom gegërisht. Qofse e heqim atë gën e parë, shikojmë që ngelet e gërisht. Dhe ne dim që të gjitha gjërat që kemi, kafshët, speciet, kanë ardhur nga gjërat e egra. Për shembull, dardha ka ardhur nga gorica, qeni ka ardhur nga ujku, dhia ka ardhur nga dhia e egër. Dhe gjuha gegërisht, domethënë dialekti gegërisht, fikson pikërisht atë që ky dialekt, që është rrënjë shqipes, tregon në emërtimin e vet që është dialekti i egër në kuptimin më i pari. Dhe gegërishtja ka më së shumti ato simbolet gjuhësore, një rrokshe, një silavike që i thonë gjuhëtarët, të cilat vërtetojnë atë që sa thamë më përpara. Por, për publikun e thjesht, për ata që na ndjekin dhe kanë interesa, ne mund t'i japim një sëri fjalësh të gjuhës shqipe dhe më pastaj edhe të gjuhëve të tjera, që të vërtetojnë këto që themi. Janë tregues pra, këto fjalë që do të na thoni ju. Sepse në qoftë se flasim teorikisht, njerëzit lodhen, nuk na kuptojnë. Por ka kuriozitet, se bëhet fjalë për gjuhën më. Me që jemi në një emision dhe flasim për gjuhën, do t'ishte mirë që të themi vetë fjala gjuhë nga vjen. Po të lexojmë Buzukun, ai thot, vendi jon quhet Arbëri dhe gluha që flasin vendasit quhet Shqip. Pra në atë kohë ai thoshte gluha, sot themi gjuhë, pra g-ja me gjën këmbehen me njëra tjetrën. Dhe gluhë do të thotë gjë që luhet. Po të shikojmë në greqisht, i thon glos, që do të thotë gjë që los. Po të shikojmë në gjuhët latine, thuhet lingua, që do të thotë lun gjëja. Pra, ne arrim mrekullisht nëpërmjet shqipes të vërtetojmë se në të treja këto gjuhë janë dy simbole të shqipes. Folja lu dhe emri pacaktuar gjë. Për shembull, ne themi rëndom liqen ose gjol. Ç'është gjoli? Gjoli është një gjë që luan.
për shembull, këto dy simbole lu dhe gjë i kemi te fjala luga, që do të thotë lu-gja, luan gjën. Që do të thotë që është shumë e pasur, zotëria Grën? Është e pasur si gjuhë dhe pak është reflektuar, qoftë edhe aty ku duhet reflektuar? Shqipja nuk është parë në aspektin e simboleve të saj, të morfemave embrionale, sepse studiusit zyrtar e shikojnë gjuhën, i shikojnë fjalët të ardhura nga fjalët. Por është një parim universal në gjuhë, të cilin e ka bërë të qartë filozofi Petrozhej, i cili thot se fjalët nuk vinë nga fjalët, fjala referon tek embrëmja, te simboli. Dhe kjo është më së vërtet sepse nëpërmjet simboleve, të cilat janë gjithë përfshirëse, ne arrim që të shpjegojmë fjalët e të gjitha gjuhëve. Mrekullisht, shqipja shpjegon të gjitha gjuhët, pra shqipja është një gjuhë e madhe, e cila u ka dhënë porcione gjuhë të gjithë popujve, por nuk u ka dhënë një gjë, të drejtën për të shpjeguar fjalët e tyre. Këtë të drejtë, shqipja e ka ruajtur për vete. Dhe ky është misteri i cili kërkon të zbardhet. Me që përmendëm fjalën mister, ne themi shpesh që vini re, re do të thotë shikoj. Dhe re e kthyer së prapi bën që nuk shikoj. Ne themi ai është qorr. Qorr do të thotë Q-O-R, që është i errët. Nëse këto janë shembuj të gjitha të cilat janë pjesë të gjuhës, domethënë, nuk e qenë se duke vërtetuar fjalën mister. Po mirë, okay, në rregull, unë e kuptoj edhe në shembuj të shumë, domethënë, por fakti është që këto të gjitha janë pjesë e një katalogu të madh fonetik dhe apo vetëm janë pjesë e studimeve të veçanta ku edhe ju keni qenë pjesë. Janë reflektojnë në tekstet të ndryshme, janë të shpjegueshme për nxënësit që mësojnë, për gjimnazist, student, apo kryesisht për nxënësit? Mjerisht këto nuk jepen për nxënësit. A duhet jepen? As për studentët, po. Unë kam studuar për financë, por më desh të bëja dhe një shkollë për gjuhësi për shkak të pasionit tim që kam për gjuhën, edhe çuditërisht mbarova një shkollë, diplomova në gjuhësi, dhe nuk bëm lëndën e gramatikës historike fare, shequr, dhe në shkolla nuk studiohet fare etimologjia e gjuhës shqipe. Ndërkohë që është nevojshme për kuptuar më shumë nga gjuha jonë, nga ajo që ne përdorim. Deri në kaq detaje sa ju e evidentoni. Ja, po t'ua them shkurt, një student i 10-s që mbaron për gjuhë nuk di të shpjegoj pothuaj asnjë fjalë të gjuhës shqipe. Është si dikush që ka mbaruar për inxhinieri mekanike dhe nuk di të zhvillosë një vidh. Ky është paralelizmi që ndodh me gjuhën shqipe, sepse gjuhësia zyrtare ose kjo gjuhësia krahasuese nuk arrin kurrë në përfundime, sepse mundohen t'i krahasojnë fjalët me fjalë të tjera. Dhe fjala është një ndërtesë, e cila është ndërtuar nga pjesësat e saj të vogla. Pra, ne themi për shembull, unë ju kam komshi, juve, dhe komshi do të thotë që unë të shoh për ditë, gati për ditë, se të kam afër dhe thotë komshi, kam të shoh. Për shembull, fjala shok. Shok është ai që ne e shohim më shumë dhe rrim me të, dhe duke ndënjur shumë me të se na pëlqen, e shohim më shumë. Dhe shok do të thotë shok, ka shoh. Megjithatë këto janë shpjegime, unë të mirë kuptoj sepse i ketë gjitha dhe shumë shpejt mund t'i përfshirë në një libër, por ndoshta i përket vetëm një target grupi të studiusëve historik, kjo në një kohë që komunikimi i përditshëm pak mund t'i vëre këto të tilla sqarime, zoti Agron. Shko, është si të thuash, ne e përdorim gjuhën, e përdorim fjalën. Po të pyesësh shumicën e njerëzve, po thuaj përdorim për ditë sapunin, po unë të them që mbi 95% e njerëzve nuk dinë se nga se është përbërë sapuni. Dhe kështu edhe fjala. Ne i përdorim fjalët, por nuk dim nga se janë përbërë ato, si është ndërtuar fjala. Ta vret veshin her pas here deformimi i shprehjeve. Ajo është një... Përpos ndërtimit, ndërtimi është pjesë fonetike që i përket një pjesë, në deformimi i gjuhës, ose edhe në komunikim, edhe në shprehje. Shiko, është një frikë e madhe që thonë që janë futur fjalë të huaja, huazime, edhe kështu gjuha dëmtohet. Në fakt, shqipja është një gjuhë, nga që u ka dhënë të gjitha gjuhëve fjalor, është gjuha e vetme që nuk rrezikohet, sepse ajo ka një fjalor bazë simbolik, tabelën e simboleve, e cila është materia e gjuhës, edhe një herë për gjithmonë, e cila nuk ndryshon. Sikur të humbasi gjithë fjalori i shqipes dhe të ngelen ato 366 fjalë, ato janë të afta të krijojnë nga e para një gjuhë. Një gjuhë të mbështetur pikërisht tek ato. Në këtë rast unë mund të jepja shembuj pafund, por ne kemi për shembull gjuhëtarët tanë nuk kuptojnë si janë ndërtuar fjalët. Për shembull ne kemi toponime, Dardani. Të gjithë thonë vjen nga fjala dardh.
po kur duan të shpjegojnë fjalën dardh, thonë që kjo është me burim të errët. Dardania, Kosova është zemra e Dardanisë. Para 10.000 vjetësh ka qenë liçen. Nga largimi i ujrave ngelen 2 rafshe. Rafshi Dukagjinit edhe fush Kosova që janë të ndarë në mes nga një si vargmal. Dhe Dardani do të thotë ndarë 2 ani. Për analogi kemi ngushticën e Dardaneleve ku ndahet Europa me Azinë. Dhe aty është folja ndaj. Dan dhe të lejon të kalosh. Dardanele janë quajtur edhe ku është ngushtica Rio Andirio në Patra, e gjejmë në hartat e vjetra. Pra, çdo fjalë me sa kuptojmë kërkon një analizë të thellë serioze. Dhe lidhur me historinë për të kuptuar gjitha nënkuptimet që ka patur rrugës, apo jo? Secila fjalë. Shko, edhe ju përmendët fjalën historia dhe nis me fjalën ish. Ish do thot is. Më thënë diçka që ishte më përpara. Po, le t'i kthemi prapë toponimeve, për shembull, emrin Ulqin e quajnë të ardhur nga ujku, nga ulku, sepse fjala Ulqin ngjan paksa me fjalën ulk, po ajo ngjan dhe me fjalën ulçër. Dhe kështu gjuhëtarët ngatrohen sepse mendojnë që kjo fjalë ka ardhur nga fjalë. Po ta shikosh Ulqinin si relief, ai është ulësira e vetme e një zone, një malësie, dhe Ulqin do të thotë ultësin, dhe TS-ja jep C, e cila kalon në Ç dhe në Q. Kjo është shpjegimi i fjalës që ju jepni dhe që her pas here këtu sipas teje bën produkt ngatrimi për gjuhëtarët, të cilët thatë pak më përpara mjerisht nuk i reflektojnë në tekste. Nëse unë do të pyes në mënyrë të drejtë për drejtë, ndoshta duke qenë, okay, në tekste thotë pse duhet ta dinë nxënësit këtë gjë? Pyetje. Shiko. Kaq në detaje, në një kohë që e përdorin, mjafton mos ta deformojnë me fjalë të huaj. Gjua është çdo populli është një kod. Po. Është intimiteti më i madh kombëtar që kemi ne me njëri tjetrin. Pra ne flasim shqip, flasim të njëjtën gjuhë midis nesh, dhe nuk ka gjë më intime se gjua. Shpesh ne që kemi fëmijë tam pyesin si ka pasur emrin babai gjyshit, gjyshit, është ai kurioziteti. Por të interesohesh për gjuhën është diçka më e veçantë akoma. Gjua na përmbledh të gjithë neve dhe na bashkon. Po. Dhe shpesh ne mendojmë që shumë fjalë të gjuhës shqipe janë fjalë të huaja, janë huazime. Në fakt e vërteta është krejt ndryshe. Nuk janë të tilla. Okej, do ta vazhdojmë bisedën sepse na duhet bëjmë shkëputjen publicitare të orës 8:30 dhe vim pas pak sërish në studio. Kthehemi në studio. Diskutimet forta lidhur me fjalën. Vazhdojmë bisedën, jemi me studiuesin e gjuhës, zotin Agron Dalipaj. Megjithatë, si duhet parë gjuha shqipe në zhvillimet bashkëkohore, zoti Agron, sepse zhvillimet ecin, okay, fjalët janë, është ky leksik, fonetika qëndron, gjuha është aty, herë deformohet, herë pasurohet, herë përpiqet që të reflektohet në tekste, por deri tani jo. Një nga vlerat e shoqërisë tonë është diversiteti. Ne flasim edhe për mendimin ndryshe, asgjë e keqe nuk na vjen nëse marrim në konsiderat edhe vlerat të studiuesve, të cilët nuk janë pranuar deri më sot. Fatmirësisht ne kemi një studiues të jashtëzakonshëm, i cili ka bërë një studim goxha të madh rreth gjuhës shqipe, dhe ky është Petro Zhei, i cili ka vërtetuar se gjuha më e vjetër e dokumentuar sanskritishtja shpjegohet nëpërmjet shqipes, në veprën e tij Shqipja dhe sanskritishtja. Po ashtu ka botuar dhe 2 libra të tjerë aforizmat dhe Shqipja gjuha mesonike. Gjuhësia zyrtare, këto studime kaq të rëndësishme që sjellin vlera të jashtëzakonshme në gjuhën shqipe, i anashkalon, nuk i diskuton. Nuk merret fare me diskutimin e tyre sikur ato nuk kanë ndodhur. Tashmë është fakt që Petro Zhei lexohet nga një masë e madhe njerëzish që janë të interesuar për gjuhën dhe ndikimi i tij do apo s'do gjuhësia zyrtare është i jashtëzakonshëm. Ai është një vlera më e madhe kombëtare në fushën e gjuhësisë. Dhe kjo gjuhësi zyrtare, shteti duhet të ndikojë që të merren parasysh të dyja rrymat. Kemi të bëjmë me një gjuhësi zyrtare e cila është dogm, e cila nuk lëviz, e cila i ka vënë mirë ato piramidat në kufit e saj dhe askush nuk mund të futet aty, pra është mbyllur në guackën e vet dhe ruan pozicionet e saj. Ndërkohë, ne studiuesve të tjerë na intereson që gjua të vazhdojë, sepse nëpërmjet gjuhës ne gjejmë identitetin e ton të veçantë kombëtar.
që është aq i rëndësishëm për ne. Deri tani jo të gjetur. Identiteti gjuhësor nuk është gjetur ende, sepse nuk studiohet zyrtarisht në këtë fushë. Ne jemi të rrethuar, për shembull, nga jugu kemi Greqinë dhe nga veriu kemi serbët. Dhe ne duhet t'i njohim dhe ne komshinë tanë. Gjua, çdo fjalë e gjuhës përmban brenda histori, përmban filozofi. Për shembull, ne themi sërb. Dhe kjo fjalë... Se si artikulojmë të fjalën sërb? Çfarë tregon? Ëja e toskërishtes në gegnisht bëhet a, si kënga bëhet kanga, ose sërb duhet bëhet sarb. Pra, në kohën që ne ishim arbër, erdhin popullsi tjetër e bardhë, e cila nuk fliste gjuhën tonë. Dhe ne i dham një emërtim, nga arb e bëm sarb, i vum një s, apostrof dhe arb. Pra, fjala sërb do të thotë s'është arb. Pra, ne u kemi dhënë një emër atyre këtu e 14 shekujnë përpara, u kemi dhënë një emër mohues dhe siç thot Hani, kjo popullsi e re që erdhi në Ballkan nuk kishte një emër. Duket popullsia vendase e emërtoi atë. Dhe gjuha shqipe na tregon saktësisht se sërb do të thotë s'është arb. Po slav. Po të shikosh, për shembull, banorët e jugut të Shqipërisë, Labëria, Hani thotë se ata quhen arbër, të tjerët i quajnë lab. Emri lab, po ta heqësh anë nga mezi, ta vësh në fillim del alb, dhe lëja e bërë bëhet arb. Pra, lab do të thotë arb. Por, ne dim që në Shqip bëja me vën këmbehen, dhe fjala lab bëhet lav, dhe i vëm një së përpara dhe del slav. Do më thënë, këto e në shëmbuj të cilat i referohen identitetit vjetër thua për këtë gjuhë të pasur. Vetë personalisht keni ndorë në një liber, zoti Agron? Unë sa afërmi shpresoj të botoj librin tim bazat e etimologjisë së gjuhës shqipe dhe gjuhëve indo-europiane. Një potencial më vete për gjuhën. Aty janë parimet bazë mbi të cilat ndërtohet fjala. Deri më sot nuk kemi një përkufizim gjuhësor, shkencor nga gjuhësia zyrtare se ç'është fjala. Kemi përkufizim për fonemën, kemi për tokfjalçin, për fjalin, por për fjalën ende nuk ka një përkufizim. Dhe ky përkufizim mungon për arsye se fjala nuk studiohet në brendin e saj. Në studimet e mia që do botoj mbas librit të parë, kam gati një studim për ta botuar libër, greqishtja bie shqipes, gjuha sinonimike e saj, dhe mua më rezulton që ashtu si që është ndërtuar greqishtja nga Shqipja, latinishtja nga Shqipja, ashtu janë ndërtuar edhe të gjitha gjuhët e tjera indo-europiane. Dhe Shqipja shpjegon dhe sumerishtën këtë gjuhë kaq të vjetër. Do me thënë, në qendër të gjuhëve, faktikisht, Shqipja vendoset me një autoritet të lartë. Mjafton që ne ta shikojmë fjalën si është ndërtuar, dhe i gjithë ngërçi shkencor është sepse gjuhëtarët nuk njohin ç'është fjala. Kjo është e rëndësishme. Mirë. Faleminderit zoti Agron, do qëndrojmë pak derisa të kemi lidhjen direkte, nuk di për momentin, është gati. Jemi edhe për një agjendë artistike Stella, sepse jemi në fundjavë. Kemi kolegen ton pranë Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, Denisa Ruzi, nga Departamenti i Informacionit. Denisa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Gerti, mirëmëngjes Stella. Që ka gati Denisa? Mirëmëngjes Denisa. Ndodhemi përpara ambienteve të Teatrit të Operës dhe Baletit për të anoncuar edhe premierën e Don Giovanit. Afër meje Stella ndodhet edhe drejtoresha artistike e Teatrit të Operës dhe Baletit, që do të na jap më shumë informacione për premierën e cila është ditën e sotme në orën 19. Po ja kaloj linjën që t'i bëni pyetje më tepër drejtoreshës. Mirëdita, përshëndetje. Atëre, diçka për Don Giovannin, I cili sa po ka nisur në fakt, ka qenë edhe gjatë sa jave, por ka patur premierë dhe javën e kaluar në një farë mënyre, një tjetër vepër ardhur për jo vetëm për publikun kryeqytetas. Atëre, premiera ka qenë të hënën në datën 14 dhe tani janë vetëm rivënjet. Është një Don Giovanni pa kohë, do me thënë një figurë që ka ekzistuar, ka filluar në 700 dhe vazhdon akoma në ditët e sotme. Për figurën e Don Giovannit mendoj që ka shumë pak për thënë, po për interpretimin e Armandos jam shumë e lumtur, shumë e kënaqur, sepse me të vërtet ka sjellë një rol shumë të dashur për publikun. Ka qenë besoj gjithashtu një shfaqje e cila ka kërkuar një punë përgatitore të rëndësishme dhe të gjatë, apo jo, sepse bëhet fjalë për një vepër me shumë përgjegjësi në të njëjtën kohë.
Dua të jem shumë e sinqert, puna ka filluar që në gusht nga trupat, po flas për rolet kryesore që ka qenë Eva Golemi, Nodona Ana, Dorina Selimaj, për krahas Ulpiana Alia dhe Emiliana Palushaj. Dhe pjesëtarët e tjerë si Klodian Kaçani, tenori i cili dua të them me të vërtet ka bërë një maraton për të qenë për publikun shqiptar të dielën në debutin e tij të parë të jetës. Pra ditët e nxehta të verës kanë vluar apo jo nga puna për sjellur shfaqjet në këtë sezon të ri. Kam vluar, po, si nga trupat ashtu edhe nga unë. Me thënë drejtën kam qenë gjithë kohës, gjithë gushtin kam qenë në zyrë, sepse për të vënë në sken një opër, me të vërtet ka shumë punë nga mbrapa. Ideja regjizoriale, si do zgjidhen materiale, çfarë kemi nëpër magazina, çfarë është ajo që i përshtatet më shumë asaj që regjizori donte. Ai donte të krijonte një teatr në teatr, dhe nëse do shikoni skenografin, do shikoni që është ndërtuar me një urë me 2 teatro, që është e kaluar, domethënë e kaluara dhe e ardhmja, dhe ajo që do të vazhdojë. Ideja me të vërtetë e tij është një Don Giovanni që i përket çdo lloj epoke, dhe vazhdimësisht ai sjell shpirtin e komentatorit, i cili ishte babai i Dona Anës dhe vritet nga Don Giovanni që në fillimin e aktit të parë. Do ta shikoni që kjo me të vërtet lidhja midis një bote të shpirtrave dhe botës reale është shumë prezente në opera dhe jepet shumë mirë nga drita që ai ka përpunuar, me të vërtet bukur, edhe se skena jonë nuk është shumë e pasur, po me të vërtet ideja e tij ka qenë sipër mundësive tona ekonomike, dhe kjo e bën gjithçka në art, idet nuk paguhen, kështu që ideja është ajo që çon përpara artin. Drejtoresh, sa i është përgjigjur të paktën brenda pritshmërive tua publiku kryeqytetas përpos agjendave të ndryshme apo alternativave tjera që ka, duke nisur edhe faktin që ju zgjodhët ditën e hënë për premier, që hëna është vrulli i javës? Jam e sinqert, është një titull që tërheq sepse pas që natën e dytë kishte akoma më shumë publik. Vërtet e hëna nuk është dita më e mirë për premierën, por kalendari jonë është kaq i pasur dhe kaq i shpeshtë sa nuk mund të zgjedhim tani ditët vetëm të premten, të shtunë apo të dielën. Gjithë teatrët e botës, me thënë drejtën, punojnë 6 ditë në javë. Dhe joni duam ta çojmë, kjo është objektivi i drejtorit të madh, i Ilirit. Për të arritur të kemi një teatr repertori, një teatr që çdo ditë sjell diçka te kryeqytetasit. Dhe nuk do ngelemi vetëm tu, sepse mendoj me rikonstruktimin e Tobit ne do të çojmë muzikën, artin ton edhe në pjesën tjetër të Shqipërisë. Dhe ne po flasim për Don Giovanni, që do të jetë deri më datë 20 shtator për publikun kryeqytetas. Do të jetë sonte ndarkë në orën 19 edhe të dielën. Kështu që do të kenë mundësi edhe ata që e kanë humbur, le të themi që nga dita e premierës ta shohin. Megjithatë, besoj kjo është një nga shfaqjet e rëndësishme, shumë të tjera ndoshta janë rrugës, apo jo, drejtoresh? Patjetër do të vihet premiera e Paljaçit, e cila u vu në qershor, do të kemi në tetor, do të vazhdojmë me Bohemon, cilën kryeqytetasit tan e njohin, po do të zgjellim një kast këngëtarësh tjetër. Domethënë në teatr asnjë gjë, edhe vet artisti nuk mund të interpretojë dy net njësoj, sepse varet gjithçka nga ajo që ti ke brenda shpirtit. Por duke pasur dy kasta, unë mendoj që kjo bëhet akoma më e larmishme, sepse secili i jep në sken atë maksimumin e tij, domethënë në bazë të punës së tij dhe të vokalit të tij. Drejtoresh, unë do t'jap kohën e mjaftueshme për të nxituar sërish tek kurimi edhe i shfaqjes së sotme. Unë falenderoj shumë. Ju falenderoj dhe juve. Ishte kënaqësi. Do vazhdojmë me Denisën. Patjetër. Po ja u kaloj. Faleminderit. Denisa, megjithëse sot është Don Giovanni, ju e keni ndjekur edhe nëpërmjet kronikave tuaja, por edhe në kronikën speciale që kuron në çdo fundjavë. Çfarë serviret për publikun kryeqytetas në agjendën tjetër artistike? Në fakt, Gerti, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit servir Don Giovanni për këtë fundjavë, është teatri i kombëtar i cili ka një shfaqje private e cila financohet nga Ministria e Kulturës. Teatri Kukullave gjithashtu ofron për fëmijët këndin e tij të veçantë, e cila është të shtunën dhe të dielën në orën 10:30 dhe në orën 11:30, ndërsa Muzeu Historik Kombëtar ofron një galeri pikturash të dy artistëve të mëdhenj, gjithashtu dhe Galeria Kombëtare e Arteve dje ka hapur në orën 17 dhe ekspozitën e Auron Tares, Drejtorisë Kombëtare të Bregdetit. Këto janë ato që servir publiku, sepse jemi vetëm në muajin shtator. Megjithatë duket se ka nisur sezoni për një pjesë të rëndësishme të institucioneve kulturore, apo jo, Denisa, besoj e ke vënë edhe nga kontakti dhe nga puna jote e përditshme. Ka nisur tashmë Stela dhe ka nisur vrrullshëm. Do të kemi një jetë kulturore mjaft të pasur në muajin e vazhdim. Ka një garë mes institucioneve, teatri operas, metropoli? Në fakt, Gerti, nëse do ta quanim garë, po është vërtet garë, sepse secili institucion kulturor përpiqet që të cilë sa më shumë shfaqje dhe të tërheqë sigurisht sa më shumë publik. Jo, kjo është e vërtet, më shuaj një kurreshtje, një problematike e madhe, kjo është dhe normale, por dhe jo normale, çmimi i biletës është qesharak.
Në fakt që sharak jo, Gerti, sepse për të parë Don Giovannin sot, bileta është 1.000 lek të reja. Po, në teatr di që është 3.000 lek të vjetra jo më lek. Në teatr në fakt është, ditët e javës është 3.000 lek, ndërsa në fundjavë është 500 lek. 500 lek për fundjavën, ka luatur pak. Personalisht do të zgjidhje një Don Giovanni apo një shfaqje në teatrin komedis apo në teatrin kombëtar? Personalisht, Gerti, do të zgjidhja një shfaqje në teatrin kombëtar. Në teatrin kombëtar. Dhe kjo është masive, le të themi, në shqiptarëve, sigurisht opera ka sjellë produkte shumë mira, duhet thënë, me punën e tyre gjatë viteve të fundit, por është ende një kulturë e cila kërkon pak, apo jo ko për të masivizuar. Në fakt, mendoj, Stella, se është më tepër teatri i operës dhe baletit vazhdon të mbetet për elitën, për njerëzit e zgjedhur, ndërsa teatri kombëtar është më tepër për njerëzit e thjeshtë, të cilët e kuptojnë më mirë. E kuptojnë më mirë, por me që jemi dhe minutat e fundit, ti personalisht mendon që publiku për posë ngarkesës madhe sociale të përdiqme është rikthyer jetës artistike të fundjavës? Në fakt po, Gerti, unë kam qenë vetë e pranishme sepse ne kemi bërë dhe kronikat për Ora Newsin, por ka qenë vërtet salla plot çdo të premte dhe të shtunë. Gjatë ditëve të javës jo, sepse njerëzit janë nëpër punë të lodhur, ndërsa gjatë fundjavës po. Gjatë fundjavës. Po mirë, Denisa, faleminderit. Faleminderit shumë, Denisa. Edhe punë të mbarë, sepse vazhdon puna, duke qenë se është fundjavë, pavarësisht faktit apo jo, Gerti, që Denisa referoi disa nga aktivitetet dhe shfaqjet, besoj ka shumë të tjera që do të përcillen për ekranin e Ora News, sepse kemi edhe agjendën kulturore si pjesë të rëndësishme të informacionit. Edhe natyrisht gjithmonë që nuk mungon në çdo fundjavë në kronikat, edicioneve informative këtu në Ora News. Ishim me kolegen Denisa Ruzi nga Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit. Sot është Don Giovanni, një shfaqje e cila premierën e ka pasur ditën e hënë të kësaj jave. Natyrisht kolegja përcolli edhe atë që ka ofron menuja artistike për këtë fundjavë, për gjithë publikun, është ende herët. Nuk ka start shpërthyeshëm. Kisha aktivitete sot për cilën folëm. Pa makina mund të festojnë darkë? Absolutisht. Apo je pa përcaktuar ende? Për të lënë, jam në proces zgjedhje ende. Ke mundësi zgjedhje të paktën. Do të të njoftoj. Natyrisht kjo përsa i përket edhe pjesës që është me të vërtet një nga disa alternativave që njerëzit dhe qytetarët e Tiranës kanë kryesisht për fundjavën, për posa lëvizje të shumta, ku edhe ato janë pjesë lëvizje për te kryeqytetit. Mirë, jemi thuajse në limite. Kemi ardhur në fund të këtij transmetimi, Gerti sigurisht do të vite këtu ditën e diel me sportin. Ditën e diel me sportin në mbrëmje, me kampionatin që vazhdon të jetë prezent deri në orë dhe me problematikat e tjera, nesër me Stelën, në ditën e weekendet të dielën me Etelinën. Ju falenderoj që ishit me ne dhe kaloni një të premte të këndshme. Plot aktivitete. Pa makina. Pa makina, në mbrëmje. Jemi në ditën ndërkombëtare pa makina. Mirupafshim. Mirupafshim. The